Ka përfunduar takimi ushtruese së detyrës së presidentes së Kosovës Albulene Haxhiu me përfaqësuesit e partive politike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Haxhiu tha se palët u pajtuan për agjendën për konstituimin e kuvendit, i cili hap rrugë formimit të qeverisë së re dhe zgjedhjes së presidentit të ri. Albulene Haxhiu përsëriti se në përputhje me kushtetutën, seanca konstituive do të mbahet më 6 gusht në orën 10. Rendi i ditës i seancës konstituive sipas rregullorës ka këto pika: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit së 8 mandateve, shqyrtimi i raportit të tij, betimi i deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetares kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit të Republikës së Kosovës. Haxhiu njoftoi se administrata e kuvendit ka përfunduar përgatitjet për regjistrimin e deputetëve, i cili do të zhvillohet në data të ndryshme sipas subjekteve politike. Ndërkohë, nënkryetaria e LDK-s Jehona Lushaku Sadriu tha se partia ende nuk ka marrë një ftesë nga lëvizja vetëvendosje për të rifilluar bisedimet për formimin e institucioneve të reja. Në fakt nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprerë dialogun ton me vetëvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'u bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. Kurti, partia e të cilit fitoi zgjedhjet e 7 qershorit, ka nevojë për një marrëveshje me opozitën për të siguruar që vendi do të ketë president të ri dhe kështu t'jap fund krizës së gjatë politike institucionale.